dytë, ku tani do të flasim për punëtorët e Korporatës Energjetike të Kosovës. Ka pasur një rritje të pagave për këta punëtorë prej 60 eurosh, por është konsideruar një rritje jo e mjaftueshme dhe që nuk i përmbush realisht kërkesat e tyre. Ka pasur reagim edhe nga ana e sindikatës për diskutuar për këtë temë. Kam kënaqësinë që me mua në studio është kryetari i sindikatës së re të Kekut, Nejat Lumnica. Zoti Lumnica, mirë se erdhët. Mirë se gjej, faleminderit për ftesë. Po e fillojmë nga kjo e fundit, pra rritjen e pagave prej 60 euro, të cilat u konsideruan një rritje jo e mjaftueshme në raport me kërkesat dhe nevojat që kanë punëtorët. Po, është e vërtet që në raport me kërkesat e punëtorëve të Kekut është e pamjaftueshme, po nuk është vetëm në raport e asaj, po është edhe krahas tregut e punës në Kosovë që sot është krahas inflacionet dhe shumë ngjarjeve tjera shportës e konsumatorit që nuk i përmbush nevojat e punëtorëve të Kekut. Kujtojmë se punëtorët e Kekut kanë paga të ulta krahasuar me sfidat që i kanë ato. Ne kemi pagë nga 435 nga paga minimale, pra deri në pagën më të lartë në Korporatën Energjetike të Kosovës që është 1033 euro, pa hyrë stafi menaxhues në këtë rast, dhe ne mendojmë se pagat e punëtorëve të Kekut duhet të jenë rreth 50% më shumë. Ato faktikisht në krahas e financave të Kekut dhe sfidave që i ka Keku, nuk e kemi kërku 50%, mirë po kemi kërku një shumë simbolike prej 200 euro në mënyrë lineare, por menaxhmenti dhe burdi i Kekut ka vendosur për 60 euro dhe ne në këtë rast jemi të pakënaqur me këtë rritje simbolike që ka ndodhur, sepse nuk i mbulon as për sa afër me nevojat e punëtorëve të Kekut. Kujtojmë se kërkesë tjetër e sindikatës së re të Korporatës Energjetike të Kosovës ka qenë edhe nivelizimi i pagave të punëtorëve të Departamentit të Sigurimit Fizik që janë kthyer në brenda Kekut, pra ata kanë një pagë minimale, siç e ka përcaktuar qeveria prej 435 euro, ndërsa punëtorët fizik në Kekë kanë dikon rreth 655 euro, pra këtu është edhe një diskriminim lidhur me këta punëtorë, për arsye se nuk duhet ketë kaq disbalans për ta, dhe edhe kjo nuk është realizuar, është bërë ngritja krahas ngritjes së pagës minimale dhe ky 60 euro shtesë që do të jetë nga Korporata Energjetike e Kosovës për të gjithë punëtorët e Kekut. Pra kjo 60 euro është për të gjithë punëtorët pavarësisht punës, pozitës që ata kanë? Po, për të gjithë punëtorët, pa marrë parasysh pozitët që kanë, edhe pse është një disbalans i pagave, kjo mënyra lineare e ngritjes së pagës, domethënë është bërë si trend në Kosovë dhe realisht ne si sindikat e re e Kekut nuk jemi të kënaqur me këtë ngritje dhe do të dëgjojmë format për të kërkuar edhe matutje edhe qebesa edhe në rast se nuk ka një ngritje tjetër, atëherë ne do të imponohemi që të veprojmë bazë statutit sindikal dhe të vendosëm përputhje me statutin sindikal. Pra do të insistoni në realizimin e kërkesave tuaja? Patjetër, kjo kërkesë që na e kemi pas nuk është realizu, është realizu vetëm pjesërisht. Ne nuk po thomi që nuk është asgjë, po thomi që është e pakënaqshme, po thomi që nuk i përmbush nevojat e punëtorëve të Kekut, nuk i përmbush shportën e konsumatorit, inflacionin, tregun e punës, dhe gjitha këto të bëjnë që duhet të kërkojmë më shumë, sepse është e vështirë edhe puna, po edhe jeta e punëtorëve të Kekut. Pa diskutim. Përkaq sa i përket rritjes së pagave në Korporatën Energjetike të Kosovës, kur ka qenë rritja e fundit e pagës, bëhet çdo vit apo ka vite të tëra që nuk ka pasur një rritje të pagës? Si funksionon? Po, në vitin 2018 ka qenë një rritje prej 100 euro, deri në vitin 2024 nuk ka pasur rritje tjetër. Në vitin 2024 bëhemi real është ngrit paga prej 70 euro, edhe atëherë ka qenë e pakënaqshme sepse është në rritje simbolike. Në vitin 2025
është kanë një shumë prej 50 euro në mënyrë lineare një ashtu, dhe tani është vendimi i bordit që të ngritet edhe për 60 euro. Kjo nuk i plotëson nevojat e punëtorëve, nuk i plotëson kërkesat e punëtorëve, sepse ne kemi edhe shumë padrejtësitë e tjera që bëhen e kek, kemi lënë në përgjykata të jashtëzakonshme si ajo për punëtorët me ndërrime për fundjavën që nuk i paguhet siç përcaktohet me legja i 50%, edhe pse kemi fitu me gjykatën themelore të apelit e gjykatën supreme që besa dhe në gjykatën kushtetuese, kjo nuk është respektu prej menaxhmentit të kekut dhe bordit të kekut, dhe ende nuk është duke u apliku vetëm ata që i marrin me gjykatë përmes formës së përmbarimit. Një ashtu kemi rastin e rrezikshmërisë, po kjo është bane punë e mirë edhe prej kekut në këtë rast që është dhënë të nder për vlerësimin e riskut rrezikut, megjithatë ne kemi kohën që nga hyrja në fuqi e ligjit punët të vitit 2011 deri me tani nuk kemi pas asnjëherë pagesë për për rrezikshmërinë në punë, e që rrezikshmëria në punë në korporatën energjetike të Kosovës konsiderojmë se është më e larta në Evropë, duke marrë parasysh se rreth 1% stafit apo mund të themi rreth 30 veta mbrana vitit vdesin në punëtorë, mbrana vitit, dhe kjo tregon qartë që është një rrezikshmëri shumë e lartë për punëtorët e kekut. Do të ndalesha këtu, Nisa, me qenë se është një korporat që realisht është një punë shumë e vështirë punosh, posedimi i makinerive shumë të mëdha që bëhen gjatë punës, gjatë kryerjes së punës, por edhe një punë që ka rrezikshmëri, siç edhe ju po tregoni. Sa i kushtohet rëndësi sigurisë së punëtorëve në kryerjen e punës në korporatën energjetike të Kosovës, si e vlerësoni në këtë aspekt? Po unë si sindikalist mendoj gjithherë ka nevojë edhe për të apliku, domethënë masat mbrojtëse për rrezikun e shëndetit punëtorëve, ato shumë herë mungojnë për shkak se jo pse në këtë rast duhet bëhem real, jo pse neglizhon dikush për të blerë pajisje personale, mirë po ne po e shohim që procedurat e prokurimit janë jashtëzakonisht të vështira dhe shkojnë herë në OSHP, herë mungon dikush prej OSHP-s dhe vanohen e stërgjaten shumë. Në këtë rast kisha bërë thirrje edhe qeverisë e Republikës Kosovës, qeverisë e ardhshme, po edhe parlamentit që të nxjerrë një listë të ri mënyrë që të ndërmarrjet publike në këtë rast të largohen në ligjet e prokurimit publik për arsye se po ka probleme të jashtëzakonshme lidhje me tender dhe investimet e kapitalit që duhet të bëhen në termocentrale, shpesh herë hasëm në pajisje jo adekuate që investohen, por në tendere ka çmimi më i lirë dhe teknikisht mund të jetë në rregull, po cila është ajo pajisje që do t'i duhet termocentralet, ajo nuk është, nuk bëhet, dhe këtë rast po dëmtohet edhe korporata energjetike e Kosovës dhe për këtë arsye edhe për pajisjet personale mbrojtëse, po edhe për të gjitha zonat kish me qenë shumë më mirë që mos t'i nashtrohet ligjit prokurimit publik, sepse po ka vështirësi të mëdha. Po ndikojnë ndoshta edhe pajisjet e vjetruara të punës në sigurinë në punë për punëtorët që i posedojnë ato? Po patjetër se ato ndikojnë, mirë po nuk është që nuk ka vullnet edhe kur kemi kërku se nuk është më shumë e lartë që kërkohet për të pajisë punëtorët me to, mirë po gjithmonë ka kësi lloj problemesh dhe punëtorët nuk hezitojnë edhe kur nuk kanë pajisje personale mbrojtëse, edhe kur punojnë me kpucat e veta apo me pajisjet e veta, me rrobat e veta, shumë herë shoh punëtorë të cilët blejnë rroba vet për të shkuar në punë dhe mos të sabotuar punën, po nuk është sabotim sepse ligji për siguri dhe shëndet ja jep të drejtën që punëdhënësit të ketë pajisjet personale mbrojtëse për secilin punëtor. Pra mungojnë në shumë raste. Mungojnë në shumë raste dhe
në këtë rast punëtorët nuk hezitojnë edhe pse ju mungojnë pajisjet personale dhe vazhdojnë punën e tyre. Edhe shpesh herë ndoshta detyrohen t'i blejnë edhe vetë, sepse në radhë parë shëndeti tyre. Ka raste që i blejnë edhe vetë pajisjet personale si rroba pune dhe këpuca e gjërat e të tjera, për arsye se vonesat janë goxhat më. Domethënë gjithçka po sillet tek ato vonesat në prokurim, pra që po stërzgjaten. Unë mendoj kështu që kjo është arsyeja, nuk mendoj edhe s'kisha dashur me mendu që në këtë rast punëdhënësi nuk po don me i pajis punëtorët me pajisje personale mbrojtëse, mirë po e shoh edhe vetë që po kemi probleme me shumë gjëra si rezultati i ligjit prokurimit publik dhe procedurat e prokurimit gjithmonë po shtyhen dhe në një farë forme po kemi të lashe për blerje. Edhe një pyetje të fundit, si sindikat, sa po përfillet, po dëgjohet zëri juaj në adresimin e ankesave që kanë punëtorët në menaxhmentin e Kekut ndër vite, po e marrim si shembull. Ne kemi pas shumë herë protestat të organizuara nga sindikata jonë dhe gjithherë kemi ngrit zonën ato ku duhet, edhe pse nuk është respektuar asnjëherë sa duhet zona e punëtorëve, apo nuk është respektuar drejta e punëtorëve. Ne po e themi që nga viti 2011 që është ligji i punës, shumë të drejta që burojnë nga ligji i punës nuk respektohen në korporatën energjetike të Kosovës, ashtu edhe në nivel të Kosovës, dhe kjo të bën me kuptu që secili që po merr pushtet po fokusohet të punëtorë vetëm atë kohën e fushatës, po kërkon votë dhe prandaj nuk po e respekton të drejtën e tina, nuk po ikun kjo masë e rinis që po ikun nga vendi vetëm pse nuk kanë punë, po ikun për shkak të mos respektit e tyne, për shkak të mos të respektit e drejtës e tyne. Kemi shumë punëtorë të cilëve nuk i respektohet e drejta dhe po flas për një vende tjera, jo për korporatën energjetike të Kosovës, po nuk i respektohet edhe drejta e pushimit vjektor dhe mjekësor. Edhe në këtë rast, edhe në korporatën energjetike të Kosovës ka shkelje të drejta të punëtorëve, për arsye se ne kemi edhe disa pushime që ato ku ka rrezikshmëri duhet të fillojnë nga 30 ditë pune, jo nga 20 ditë. Kjo nuk aplikohet në KEK. Unë besoj që duhet të rregullohet tash me vlerësimin e riskut rrezikut dhe duhet të bëhet që pushimi të jetë standard konform rrezikshmërisë së punëtorit e jo siç është. Edhe shpresoj që pagesat për fundjavë për punëtorët me ndërrimet të paguhen, sepse përndryshe është keqpërdorim i detyrës zyrtare, çebesa dhe konsumi veprës penale në rast se nuk paguhen fundjava për punëtorët me ndërrime, duke marrë parasysh edhe vendimit të gjykatave. Unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe për të gjitha këto informacione të rëndësishme që ndat për punëtorët dhe kërkesat që kanë punëtorët e Kekut. Uroj që kërkesat e juaja të dëgjohen dhe të realizohen të drejtat realisht që i kanë, sepse nuk janë vetëm kërkesa, janë të drejtat që ju takojnë punëtorëve të Kekut. Faleminderit shumë. Të ndërruar shikues, po mbyllim këtë pjesë të parë të emisionit për të shkëputur për një blok të shkurtër marketingu dhe rikthehemi në pjesë